ndryshe në Top Albania Radio. A ka ndodhur që ndonjë lidhja jote serioze dashurie nuk ka funksionuar për arsyet karrierës? Ajo është gjithmonë Pengesa. Problematike pengesa, sepse edhe nuk e fajsoj fare këdo që ka problem me dinamikën edhe me jetën që shëbojnë na artistat. Për mu gjithë u bo problem nëse ka paku dit ose ka paku fol, gjithë besoj jam shumë e kam si besitni që sa ma shumë di njerës që është ma shumë energjia. A i syri që themine. Kështu që kam që me fol ma shumë për mes punës. Pra, po thu yll që dashuria në jetën reale është më e komplikume se ajo në këngët e tua? Është më e komplikume, unë jem më e komplikume, kohët e fundit po muna mos më bu shumë toksik, se ka njerë e shef vetën, ose nëse kthejna në retrospektiv, kam provoku situata që më vrim të diçka, ose me ndodh në situatë më shkru, diqysh që unë me pas çka me shkru, çka me knu, çka me bo, po qëta është sa ma shumë po kalon kohë, që është ma i shëndetshëm, unë do të mu bo mas farin qatë departament. Shumë bukur. Jo, heqim departamentin e dashurisë, kalojmë ke departamentin familjes. Ti i kushton shumë kohë familjes tënde apo? Ma i qik numrin e mamit tënë, ma i qik të marrë Jo, shfrytëzoj këtë mundësimi për shëndet të gjithë familjarët e mi, të cilët i dua dhe i përshëndesim dhe ne. Ju kisha lut. Ti jeton me prindrit apo jo? Jo, tash vetë jetoj. Julius, që kur të kemi kontakt, kur të rina bashk, me shfrytëzu kohën që po e kalojmë bashk, sepse nëse shkoj të shpis me najt, ose me shku të hala, ose të gjysha, kom me najt 2 orë, 1 orë është, kur s'po vjen. Na ke harru, qysh na ke harru, a e ke thirr, a gjim fadel, a ke fol me Allagan, a ke fol me fmit e gunit, erdhën fmit e gencit si pe, shkoj edhe në veç ngaj. Tani 1 orë tjetër është marrë këndshme që mbesën dhe kanë që fmi ditë trashe, do më thashe thëmë të industrisë, që apo ndodhë, a undak me ta, mami se ti e dinë se po më vetën të puna. Kur do filloj Big Brother, kur do hi filloj, a e din kush ka me hije. Sa një tjetër është që për një me, nuk për raj, po për një me jam shumë i nxonën, edhe dita e më fillon tepër herët, edhe kryet tepër vonë. Antoni që është me mu gati 24 orë, Bonarti që është me mu pashtë gati 24 orë. Sa qunat mirë janë, unë i përshëndes për gjithë gatishmërinë. I du mas shumë të imbot. Këta kanë ma shumë kontakte edhe me qpis tem. Për shambull, Antoni e thirë mamin dhe i thot, këshire mëse ka ylle një duks ose një majit barë diçka të shpia se na vim për një koncert për këse, edhe mami ban kontakt me Antonin edhe merën vesh qa për di për punë mija, sepse është kriju një farloj përshtypje të familjarë të mjetë e reti që mos i shkru një ati se unë ka pak si i trend. Për një me po, është një farë, jo është një përshtypje, mesazhet këtë shpisa në fillojnë, më falë shumë që për të pëngaj. Thuti, unë kome shmërdhi, po, thuti nuk jam mirë. Më falë shumë, e di që unë në shtajmë të këshu një film, e di që je shumë i stresume, e di që je shumë i zonën, e faliminderi që ka po bon për neve, e krejt, po, që kjo. Edhe Bonarti diçka një dit, një incident i fundit, që ndodhe ke, e ka thirë nonën tam, e ka thonë diçka për një pasaport, ylle e ka një vizë, aty nëse më nësh me gjetë, se s'po mujna me gjetë, ka me uthtu e i duhet, edhe e ka kry bisedën, edhe më thirë Bonarti dhe më thot, birë bre, qysh bre, s'po shkam bre, kur mi po. Thash, po kesh thash jo, dhe në kalume, i patëm qëto koncerte, i patëm gjirimet, jo me kryo albumi. Së do mas periuda albumi të kone të mërshme, 24 orë në televizje. Thash, pse qka të tha? Tha, mu ka tha zamra, spesho kur, s'po vjen kur. Thash, a e vete nonën tam ku është? Unë me qëtash me dash me shku mi pas shpis tam, a e vete ku janë? Tha, jo se di ku janë, thash, në Shqipni janë. Thash, a disa ari thirë, për shamu bëhet të ora 6, edhe thamë, okej, kanë kry punë të ditës, së është mbesa, po i marrë një. Po i marrë, kale a nej, po shkoj, ma bojnë, jona kena dalë, jona jena në Stambol, jona jena në Barcelon, jona jena atje. Edhe si s'po vjen me në pajqi. Jo, rëfimin që e shesin të njës për atë është, shumë po na mungën, kur nuk me shumë, kur nuk po vjen, edhe kur po vjen nervoz. Jam shumë kurios. Ti ke tentuar njerë të bësh një film si aktor? Ma thonë shumë shpesh, po... Po ta thot mjeshtri, zëtri. I thot, nështë vjen rralla, s'po di.
Po do ta kishe refuzuar apo do ta pranoje një rol në film? Gjithçka ka një përgjigje tepër të mirë nëse ja vlen. Për shembull të kishe bërë një rol nga ata njerëzit e vujt. Ato mas mirë di me lyt, po ato të heqën kështu për jetës. Salcano fillo tani me këto breshëri. Ke bodyguard ti kur del kështu në program? Në për evente, në për koncerte po kështu në përditshmëri jo, se e kam rutinën tam tepër private, që s'është që kam nevoja. Po pra, po ti nuk poston as në Insta, nuk e kuptojmë, vetëm kur shohim nga të tjerë që shumë pak postime kishe në Insta, 8-9 foto. Jo, i ka hequr tani. I kemi hequr për shkak të promocionit të albumit. Është kështu. Po postoj çat sa postoj me mos. Diçysh më duket që publiku e ka një perceptim për ty që je pak më i veçantë dhe më interesant, edhe e dojnë me sasi diçysh atë ti nuk i ngok domethënë i gjithmonë të rritur zban edhe pse më thonë njerëzit shumë se s'po poston story funny ose situata që kanë ndodhen vetja më duket cringe domon edhe në këtë moment që po flasun këtë intervistë kur s'ko me këshyr se më shkon vetja ekstremisht nerva do të shikosh sa mirë do të shkoj kjo intervista në jo le shkon shumë mirë unë si të shoh veten të fol po në më i kisha vetë box. Ja kjo pëlqen shumë. Sa herë të mdal nai reels jam, se diçka që jam të fol ose është nai shok ose nai shoqë të e këshyr ja bëja pe mola. Rroga, ai shumë shkallata në vogël fol. E vuan ti ku të shaj në Instagram? Jo. S'është mirë na shumë komente nuk i lexoj. Dyshim kam një përshtypje që më dojnë shumica, kështu që çfarë do thosha, nuk para ka ylli, kështu që e shajn. Ke besu tek baba gjyshi vitit 3 kur ke qenë i vogël? Jo. Ja? Jo, prindrit e mi kanë tentu, ma shumë me vllahun e vogël se sa me mua dhe me motrën për me besu në Baba Dimrin, po gjetim kanë fëmijë ma majmun. Do më thonë nuk është që i kom hongër shumë këto forë. Se ta i thonë Baba Dimër. Baba Dimër. Në Kosovë, ne themi Baba Gjyshi vitit të ri. Shumë kashë dhe Baba Gjyshi. Baba Gjyshi vitit, gjyshi shumë plak. Po, serios do, Baba Dimër. Baba Dimër. Edhe si që ndru yllin, do ndrojmë dhe Baba Dimrin. Po mirë, ti beson. Domethënë kush mendon ti që është ndrinë më shumë në festat e fundvitit? Yll Limani apo Yllin Majt Pemës? O, çfarë pyetje. Yll Limani. Zonja dhe zotrin, ky është Yll